Cilat janë ato gabimet që ju keni vënë re gjatë konsultave që keni patur me prindrit tuaj në raport me fëmijët, për mënyrën se si u flasin, për mënyrën se si u drejtohen, për mënyrën se si po i rrisim fëmijët? Gabimi më i madh është kjo, lënia para ekraneve për të bërë punë, që e theksuam të parë. E treta është mos komunikimi shumë me fëmijën. Duke mos komunikuar me fëmijët, ai nuk krijon eksperienca, siç e tham dhe më përpara. Gjithashtu ka të bëjë shumë mbajtja e fëmijës brenda 4 mureve, mos dalja me të qenurit gjithmonë vetëm, mos të krijojë eksperienca. Kjo është shumë e rëndësishme. Një fëmijë duhet të merremi shumë me një fëmijë. Kemi sjellë që ka tru njeriu, dhe ai patjetër do të flasë, do të kuptojë se ka tru njeriu, është i programuar për të. Durimi, sepse siç e thënë shpreha që të vitesh një fëmijë. Dhe e folura sa më shumë. E folur sa më shumë. Një shkencëtar i madh thotë që më jepni një fëmijë 1 muajsh dhe ai nuk do të bëhet kurrë autik. Që merret me këto probleme. Vetë se duke, edhe në qoftë se ka një predispozitë autike, vetë se duke u marrë shumë me të, duke luajtur shumë, duke i treguar pralla, kur vjen mosha e prallave, duke komentuar çdo gjë, folur për gjithçka, për gjyshin që lexon gazetën, për vëllan që bën zhurmë nga dhoma tjetër, për gjithçka. Është shumë e vërtet. Është dhe kjo shpreha që populli ka përdorur që duhet durimi ka lidh gjithçka dhe për të rritur një fëmijë është njësoj sikur ta mendosh të hapësh një pus me gjelpër. Thon shkodranet. Kot nuk është thënë. Ndaj do durim, ndaj do forcë, sakrificë, por koha siç ka ardhur, prindrit e zënë me punë, duke ia lënë për shembull një dadoje. Po, i dadoje që e ka mendjen të faqet buçke dhe e ka mendjen mos i vritet, mos i bjerë, kështu po nuk i flet shumë, shikon telenovela, gjëra, kështu, atëre fëmia që do bëj, do rri si gollak. A ndodh për shembull që fëmijët deri në një farë moshe, se kemi patur raste dhe kur kemi komunikuar herë të tjera me shikuesit që kanë telefonuar dhe kanë treguar shqetësimet e tyre në raport me rritjen e fëmijëve, që deri në një farë moshe fëmia është në rregull me mënyrën e të folurit, nuk ka shenja të spektrit të autizmit dhe befas bën një lloj regresi. Nuk e kam hasur ndonjëherë këtë, fëmia po filloi të flasë, fillon edhe flet, pavarësisht që mund të ketë ndonjë predispozitë autike apo ndonjë gjë, po filloi të flasë, sidomos deri 4 vjeç. Deri 4 vjeç është ajo e fëmijës. Fëmia thonë që në 6 vjeç ndodh gjithçka te fëmia. Ndodh gjithçka në 6 vjeç, ndodh domethënë mrekullia, fiton gjuhën, fiton të ecurin, të vrapuarin, të gjitha komunikimin me tjetrin, me të gjitha. Pra është një diçka që nuk e kam hasur ndonjëherë, që një fëmijë të flasi dhe pastaj të stopoj. Të rriturit e keni hasur ndonjëherë autizmin? Për shembull ka të rritur burra, gra, autik, dhe cilat janë ato shenja dalluese tek këta të rritur që kanë Po shenja autizmi kemi të gjithë. Në momente të caktuara, kemi të gjithë nga një shenja autizmi, po ka disa që i kanë më të theksuar. Janë si thua shtanopranët në shoqëri, të janë të veçantë, nuk të shikojnë në sy, komunikojnë pak rrallë. Ka lloj-lloj autizma. Vendosin disa kufi kështu, por që pastaj e detyrojnë veten që të përshtaten me shoqërinë. Janë aq të mençur sa të përshtaten me shoqërinë. Po mirë, këto si çfarë quhen, me spektër autizmi, edhe këto shenja apo janë është termi që përdoret ne e përdorim njerëz të veçantë, asocial pak, njerëz të veçantë. Themi fillani është çika social, nuk e kuptova. Në lidhje me terapinë e të folurit, pra atë punë që ju e keni bërë për gjatë jetës tuaj duke ndihmuar fëmijët të cilët vuajnë nga autizmi dhe prindrit dhe familjet të cilët vuajnë bashkë me fëmijën e tyre, sepse të kesh një fëmijë autik në shtëpi nuk është shumë kollaj, me kushtet, me pranimin nga shoqëria, me terapit, me mundësitë ekonomike e të tjera. Cilat janë sfidat e sotme të familjeve shqiptare në përballje me këtë fenomen? Sfidat janë të shumta, siç i përmendë ju, sepse nuk është, domethënë, një kur shikon dhe nga fëmia ti pret të flasi, pret një kështu dhe merr vesh lajmin që ka elementa autika gjë, është vërtet një gjë shumë e rëndë. Shumë prindër në këtë moment e humbasin të ruan. Por dua t'ju them që jini të vëmendshëm, kapeni sa më shpejt dhe çdo problem do kaloj.
po ta kapin sa më shpejt. Ndërhyrja e hershme është vendimtare, sepse truri i fëmijës është i programuar i tillë që të ushqet me fjalë dhe me komunikim. Ashtu si barku ushqet me buke me gjellë dhe ne rritemi, truri do llafe, do komunikim. Folini sa më shumë. Kjo është e para. E dyta është që nuk do ta pranoj. Pse të më ndodhi mua? Nuk e pranon pse të më ndodhi mua kjo gjë, çfarë kam bërë unë, ka shumë problematika, derisa ti mbushet mendja se ka një diçka te fëmia që duhet ndjekur, duhet bërë objekti një vlerësim. Ka shumë pastaj sfida të tjera, ka sfida ekonomike që duhet ndjek terapi, që kushtojnë shtrenjtë. Po gjithmonë një nga antarët e familjes është gjithmonë i lidhur me këtë fëmijë, sepse çon në terapi, qëndron pranë, është ndoshta i pamundur. Dhe shteti këtu duhet të bëjë shumë, duhet të ndihmoj këta fëmijë. Duhet të ndihmoj këta fëmijë për një periudhë disa vjeçare sa të marrin jetë, sa të marrin atë ritmin e tyre të zhvillimit. Cila është frika më e madhe që kanë prindrit në përgjithësi pasi, kanë kaluar vite të tëra me terapi, po ka raste që ndoshta... Çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjnë në të ardhmen ky fëmijë që s'është i Zoti i vetes? Ku do ta lë? Nuk ekzistojnë institucione ku të merren me këta fëmijë, ku të kështu. Është diçka shumë e dhimbshme për të parë vazhdimsinë e tyre, fëmijët që janë autikë tashmë. Keni ndonjë rast që ka qenë, si thuash, rasti më i vështirë, më i rëndë, me shenja më të rënda të autizmit, dhe cilat janë ato shenjat që e karakterizon atë fëmijë? Shumë raste kemi trajtuar te qendra jonë frytëror për jetën nga qendra tani qendra rajonale e autizmit, raste që janë rritur fëmijët, kanë vajt 16-17 vjeç, por janë bërë të zotë e vetes. Dinë të shkojnë në banjë, të kujdesen për veten, të bëjnë pavarësisht se nuk kanë arritur që të flasin rrjedhshëm dhe të flasim. Ka dhe raste pastaj të vështira, që me disa fëmijë nuk ja kemi arritur. Ka raste që sa më i vogël të jetë Po, fëmia... nuk keni arritur për shkak dhe të moshës, në çfarë moshe i drejtohen prindrit tek ju? Po, varet, vinë që nga 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, 8 muajsh më thoshe një ta shikosh fëmijën. 8 muajsh ka ardhur një fëmijë më i vogël te kabineti im. Edhe dukeshin prindrit ishin të preokupuar se pra ishin ata që kishin dalluar të parit. Po, të parët që e kishin vënë dhe pastaj kanë ardhur edhe 6 vjeç, 7 vjeç vinë. Po kur vinë 6-7 vjeç, është tepër vonë. Sepse ka mbaruar ai procesi i krijimit të thithja, truri që bën, truri është bërë tash më sholl, nuk kap më shumë. Thonë që deri në 6 vjeç truri i fëmijës është si një sfyngjer që kap dhe thith çdo informacion që ti thuash. Për mënyrën se si do t'i komunikosh, ashtu dhe ai pastaj reflekton atë pas kësaj moshe.